Të dashur miq, Shala e Bajgorës për ma shumë se 100 shekulli nuk ka investime serioze zhvillimore. Njëri prej veprimeve të para që unë do ndërmarr është organizimi i një konference të donatorëve, duke përfshi edhe potencialin ekonomik që kanë banorët e Shalës që jetojnë jashtë Mitrovicës dhe në diasporë. E në funksion të kësaj, do të trajtojmë gjithë mundësinë dhe potencialin që ka Shala. Prej mundësisë e investimeve në energji të ripërtërishme, agroturizëm e ekoturizëm, investime edhe në pjesën e trashëgimisë kulturore, në bujqësi e blegtori, bimë mjekësore aromatike, fruta timta e shumë potenciale tjera që i ka kjo zonë. Do tjetë mundësi e jashtëzakonshme për zhvillim edhe rikthim të potencialit të banorëve dhe të vizitorëve në njënën prej bukurive më të bukura që i ka Republika e Kosovës.